Protesta për ish-krerët e burgosur të ushtrisë çlirimtare të Kosovës mbërriti këtë të diel në Strasburg të Francës, para asambles parlamentare të Këshillit të Evropës. Mira njerëz u mblodhën në qytetin francez duke kërkuar lirimin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Jakub Krasniqit dhe Recep Selimit. Organizata e veteranëve të luftës së ushtrisë çlirimtare të Kosovës njoftoi se i ka drejtuar një letër secilit prej 285 anëtarëve të Asamblesë së Këshillit të Evropës, ku shprehin shqetësimet e tyre lidhur me procesin në gjykatën speciale në Hag. Në letër, kreu i organizatës Hysni Gucati shprehu shqetësimet e thella për mënyrën se si po zhvillohet procesi, duke theksuar se akt akuzat e vitit 2020 e paraqesin strukturën e ushtrisë çlirimtare të Kosovës si një ndërmarrje të përbashkët kriminale. Sipas tij, kjo përbën një tentativë indirekte për të kriminalizuar luftën e Kosovës për liri me pasoja të rënda historike dhe politike. Gjyqi ndaj Thaçit, Veselit, Krasniqit dhe Selimit nisi në vitin 2023 dhe po shkon drejt përfundimit. Procesi është kritikuar gjerësisht pasi prej plot 5 vitesh ish-krerët e UÇK-s qëndrojnë në dhomat e paraburgimit në Hag. Para Strasburgut, protestat të ngjashme janë mbajtur edhe në Tiranë, Hagë e Prishtinë, ku janë mbledhur mijëra shqiptar nga trojet dhe nga gjithë bota.